Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni këmbë dhe duar të fryra, ja çfarë tregon kjo për shëndetin tuaj. Njerëz të ndryshëm zgjohen në mëngjes ndryshe. Disa prej tyre zgjohen të freskët dhe me energji, dhe disa të tjerë zgjohen të lodhur dhe me dhimbje në krah dhe në këmbë. Kjo dhimbje mund të jetë një rezultat i arsyeve të shumta. Lodhja e tepërt, duke ecur gjatë apo të vraponi për një ditë duke sforcuar trupin, sigurisht që nuk është e dobishme. Obeziteti, këmbët duhet të mbajnë gjithë peshën e trupit. Kilet e tepërta janë një faktor rreziku jo i papërfillshëm. Çorapet e gabuara, çorapet, getat, këpucët e ngushta ose takat shumë të larta që shtrëngojnë këmbët janë një ndër shkaqet më të shpeshta. Abuzimi me kripën. Një dietë e pasur me kripë është një faktor rreziku sepse ajo intensifikon problemin në ruajtjen e ujit ose grumbullimi i lëngjeve në trup, përfshirë këtu edhe këmbët. Pamjaftueshmëria e furnizimit kronik. Për shkak të mos një funksionimi të valvulat të zemrës, venat nuk mund ta kthejnë gjakun në zemër dhe për ta mbajtur atë para se të kthehet pas. Gjaku pastaj rrjedh prapa mbrapa në mënyrë jo efikase, gjë e cila çon në formimin e venave me variçe. Në palëvizshmëri të venave, në rritjen e presionit dhe madje edhe me kalimin e lëngut jashtë të venave. Këmbët e fryra janë vetëm një nga shumë simptoma të lidhura me çrregullimin, që në shumicën e rasteve prek të moshuarit. Inflamacioni i nyjeve. Ndonjëherë kaviljet dhe këmbët janë të ëndura për arsye të lidhura me problemet ortopedike dhe inflamacionin e nyjeve të këmbëve. Pirja e duhanit. Tymi i duhanit favorizon akumulimin e lëngjeve të tepërta dhe ka një efekt negativ në qarkullimin venos. Një tjetër arsye për të lënë duhanin. Trashëgimia. Predispozita gjenetike shpesh e trashëguar nga familja mbështetet në faktorë të tjerë rreziku. Nëse ndjeni se ju fryen këmbët sapo afrohet stina e nxehtë të verës, nuk jeni të vetmit. Kjo është një simptom shumë e përhapur kryesisht tek vajzat dhe tek gratë. Fryrja e këmbëve dhe duarve mundet që të shkaktohet nga një sër arsye shëndetësore, por edhe nga faktorë të jashtëm që ndikojnë trupin. Ndjesia e gjymtyrëve të rënda të cilët duken sikur do të marrin flak, nga momenti në moment nuk është as pak e pëlqyeshme. Kjo është një gjendje e cila mund të kthehet në një bezdi dhe në një pengesë në përditshmëri duke ju bërë juve të ndjeni të lodhur vazhdimisht. Ka edhe disa arsye se pse temperaturat ekstreme i ndikojnë keq shumë këmbët dhe shkaktojnë fryrjen e tyre pa pushim. Në këtë video ne do t'ju tregojmë se pse ky problem ndodh dhe si mundet ta evitoni. Si ndikojnë temperaturat e nxehta? Rritja e temperaturave dhe ardhja e stinës së verës do të thotë këpucë më të lehta, me kyçe dhe këmbë më të zbuluara. Ndonse për shumë njerëz kjo periudhë është shumë e pëlqyeshme pikërisht për këtë fakt, ekspozimi ndaj nxehtësisë mundet që të jetë shkaku i rëndesës së trupit tuaj. Ky fenomen nuk është gjë tjetër veçse një reagim normal i trupit, përveç rasteve kur nuk vuani nga sëmundje të tjera. Kur trupi ndjen shumë nxehtësi për periudha të gjata, venat të zgjerohen, duke i lejuar lëngjet e tij të kalojnë në sasi të mëdha. Zgjerimi i këtyre venave ndodh si një proces natyral ku organizmi kërkon të rregullojë temperaturën e brendshme të tij. Për shkak të gravitetit, gjaku që rrjedh shumë shpejt dhe shkon me shumicë në zonën e këmbëve duke u kthyer në një problem për pjesën tjetër të trupit ku përveç këmbëve të rënduara, as zemra nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Pra ky reagim për t'u vetë ftohur çon në fryrje dhe rëndesë të këmbëve për shkak të gjakut që mblidhet në fund. Çfarë përkeqëson fryrjen e këmbëve? Kyçet dhe këmbët e fryra mund të shkaktohen ose përkeqësohen nga një numër i madh arsyesh. Ndër më të rëndësishme që duhet të evitoni, ne do t'ju rendisim në këtë video, ndaj ju ftoj ta dëgjoni. Kripa. Kripa e tepërt në ushqime dhe konsumi i saj në përditshmëri bën që në trup të akumulohen lëngje dhe ujëra të tepërta. Qëndrimi.
Qëndrimi për kohë të gjatë ulur apo në këmbë mundet që të mbledhet gjithashtu të gjitha lëngjet e trupit për shkak të forcës së gravitetit. Qëndrimi në një pozicion mundet t'i mbledh ato në një pikë të caktuar, pra në këmbë, duke shkaktuar fryrje. Mosha është diçka që s'mund ta evitoni, por teksa ajo kalon, mundohuni të bëni kujdes me stilin e jetesës. Arsyet se përse ky problem shtohet me kalimin e viteve lidhen me nivelin e pak të gjakut që zemra pompon. Në këtë mënyrë pjesa më e madhe e lëngjeve të trupit mblidhet në pjesën e këmbëve. Mënyra si ta evitoni. Nëse fryrja e këmbëve tuaja shfaqet vetëm gjatë periudhave të nxehta të verës dhe jo nga sëmundje të tjera, ka disa mënyra se si mund ta largoni. Evitoni nxehtësinë. Sigurisht rregulli i parë në këtë rast është evitimi i qëndrimit për kohë të gjata në vende të nxehta. Mundohuni ta mbani trupin sa më të freskët që të jetë e mundur. Për ta bërë këtë, siguroni të mos qëndroni shumë në kontakt të drejtpërdrejt me dritën e diellit. Gjithashtu evitoni dhe shëtitjet apo daljet gjatë orëve kur termometri shënon temperaturë shumë të lartë. Mbani gjithnjë me vete një shishe me ujë të ftohtë gjatë periudhës së verës në mënyrë që të freskoni trupin dhe kyçet. Evitoni banjo dhe dushet e gjata në vaska me ujë të nxehtë. Në vend të kësaj, përdorni ujë të vakët. Pasi të bëni dush, mos harroni të lani këmbët me ujë të ftohtë para se të dilni. Ngrini këmbët lart. Nëse keni këmbë dhe kyçe të fryra, një nga gjërat që duhet të bëni për të rregulluar qarkullimin e mirë të gjakut është pikërisht kjo. Forca tërheqëse e gravitetit arrin që ta përkeqësojë akoma dhe më shumë fryrjen dhe lodhjen e këmbëve tuaja. Ndaj ju duhet të mundoheni që t'i mbani këmbët sa më lart. Mund edhe t'i vendosni në një karrige apo sipër një jastëku në mënyrë që gjaku juaj të qarkullojë më mirë. Mjekët nga ana tjetër rekomandojnë ta bëni këtë 3 deri në 4 herë në ditë, nga 30 minuta, në qoftë se ju vuani nga ky problem, i cili përveç se është estetik, mundet të sjellë edhe ndërlikime të tjera shëndetësore. Mos qëndroni pa lëvizur. E rëndësishme është të mos qëndroni gjithnjë në këmbë apo të ulur në një pozicion të caktuar. Trupi ka nevojë për ndonjë lloj aktiviteti në mënyrë që të funksionojë siç duhet. Prandaj ditëve kur ju keni qëndruar shumë në këmbë, mundohuni të pushoni, ndërsa gjatë ditëve kur keni qëndruar shumë ulur apo shtrirë, mundohuni të ecni, qoftë edhe nëpër shtëpi. Gjithashtu nuk rekomandohet as qëndrimi këmbë-kryq, pasi dëmton qarkullimin e mirë të gjakut. Hidratohuni. Uji është padyshim një ndër zgjidhjet më të mira për çdo problem shëndeti. Është një ndihmës shumë i mirë në nxjerrjen jashtë të toksinave, lëngjeve të tepërta dhe kripës së tepërt. Gjithashtu uji do të rregullojë edhe temperaturën e brendshme të trupit tuaj duke rregulluar qarkullimin e mirë të gjakut. Mundohuni gjithashtu që të konsumoni rreth 8 gota me ujë në ditë. Kujdesuni po ashtu që të konsumoni ushqime të pasura me ujë si piepri apo shalqini, magnezi dhe ushqimet e pasura me të, gjithashtu janë një alternativë mirë për të larguar fryrjen e këmbëve dhe gjithashtu për të lehtësuar rëndesën e trupit tonë. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.